Rruga Kreshpan-Vjos me gjatësi rreth 5 km vijon të jetë një plagë e hapur infrastrukturore në zemër të Fierit, prej vitesh e amortizuar, pas një ndërhyrje për mirëmbajtje apo rikonstruksion, kjo rrugë është kthyer në një simbol të braktisjes së zonave rurale. Banorët e lagjes Malaj në fshatin Kreshpan e lidhin këtë neglizhencë me një hakmarrje të heshtur politike nga pushteti lokal për shkak të bindjeve politike. Gjithashtu sipas tyre, në këtë rrugë s'ka investim, një pjesë e familjeve s'janë votues të pushtetit, ata shprehen me indinjat se duke theksuar se dëmi nuk prek vetëm banorët, por edhe dhjetra fermer, të cilët kanë braktisur tokat për shkak të pamundësisë për të lëvizur, për të kultivuar apo për transportuar prodhimet drejt tregjeve. Kjo rrugë nuk është thjesht një segment lokal, por është një nyje lidhëse mes dy njësive administrative, Cakran dhe Frakull, dhe shërben çdo ditë për qindra banor. Pavarësisht rëndësisë dhe ndikimit që ka segmenti rrugor Kreshpan-Vjos për kushtet e jetesës së banorëve të fshatrave dhe qendrave të banuara të dy njësive administrative, Cakran dhe Frakull, por edhe për zhvillimin ekonomik të familjeve që jetojnë përgjatë saj dhe të gjithë zonës, ajo ka mbetur jashtë vëmendjes së autoriteteve, duke vërtetuar edhe një herë se premtimet elektorale shuhen sapo numërohen votat. Gjatë çdo fushate, kandidatët e shumicës dhe opozitës premtuan rekonstruksion të menjëhershëm të rrugës, por realiteti sot tregon se premtimet kanë mbetur vetëm në letër, ndërsa banorët vazhdojnë të paguajnë çmimin e mosveprimit, izolimit dhe injorimit institucional. Këtu vinë njerëzit, marrin vetëm sa për të marrë votat vinë. E kupton? Çfarë them? Jemi në mëshirë të fatit, një popull i braktisur. Të fshatit Kreshpan, kemi lagje Malaj, kemi këta rrugën Kreshpan-Vjos, jemi 50 familje, na ka lënë pastore, s'ka as investime, as tujte, as tu. As ndriçim s'ka, as gjelbërim, se qa bet, taksat i paguajmë tarë në rregull, po s'ka. Vota tuan, na ki një neve hikin. Qa të bejt me dvavën? E shikon mushkët që bejt mushka? Rruga është e keti. Rruga nuk punon fare me makinë. Ja mushka është tu. Heqën pikën e zezë. Të dhesë njerinë ta marrëm në krase. Rruga është për faqet zezë. Deri kur do të mbahet peng fshati Kreshpan nga politika është pyetja që banorët ngren çdo ditë, por që ende nuk kanë marrë një përgjigje nga askush. Ata kanë thënë për televizionin Apollon se janë të gatshëm të investojnë nga të ardhurat familjare për mirëmbajtjen e rrugës me rëndësi jetike, nëse i lejon Bashkia Fier, për faktin se jo vetëm që janë zhgënjur nga premtimet e pambajtura për rikonstruksionin e kësaj rruge, por edhe arsyen se rrezikojnë izolimin. Përshëndetje televizion Apollon. Kemi një jetë të jo me vite, kjo rruga këtu është 1 kilometër. Jemi 30 familje. Taksat e pagojmë të gjitha. As një rrugë zhavor nuk hedhë. Ne kemi bërë plan 30 familje, kemi mbledhur me ato hallet që kemi 5 lek, do të shkojmë të rrugë. Por nesër, mona vjen policia e shtetit, thotë pse e shtrojnë rrugën? Çfarë mund të bëjmë ne? Do ndeshim me policinë e shtetit. Se ne kemi blerë mjetet me hallet me problemet tona dhe nuk ta ndihmon njeri. Kështu që ne kemi vendosur ta shtrojmë vetëm me krahat tona. Duam nga shteti mos ta vrit skrep, mos ta vrit policia ta ndaloj. Që kur ishte në veri gjallë? Po kanë frikë atë dalin. Që kur ishte në veri gjallë? Në këtë gjendje, ka qenë në këtë gjendje është. Ju kam premtuar? Janë ngritur 100 herë këto probleme dhe asnjëri s'ka dëgjuar. As bashkia, as administrata, As bashkia komuna. Nuk na as bashkia, as qeveria s'ka dëgjuar. Na është dëgjuar. S'ka njëri fare. Çdo